Kjo daulle po lajmëron ardhjen e Ramazanit. Hoxha Ferit Piku, në një intervistë për Ora News, u kujton besimtarve rregullat e agjërimit dhe rëndësinë e këtij muaji, duke theksuar se Ramazani është më shumë se heqje dorë nga ushqimi, është pastrimi i zemrës, fjalës dhe veprave. Jo thjesht të agjërojmë për shëndetin tonë, për dobi shëndetësore, por agjërojmë parsisht për shpirtin tonë dhe që të fitojmë kënaqësinë e Zotit. Kjo është rregulli i parë dhe që është aja e gjithë gjës. Rregulli tjetër është që njeriu duhet të privohet, pra të distancohet totalisht nga ushqimi, nga pijet dhe marrëdhëniet bashkëtorë, nga agimi deri në perëndimin e diellit. Pastaj në momentin që themi ne që perëndon dielli, pra i vjen koha e iftarit, ai është i lirë të hajë dhe të konsumojë, po jetë një jetë normale. Në thellësi agjërimi synon diçka tjetër që është përmirësimi i njeriu nga brenda. Dyta është që njeriu të bëjë mirë. Qytetarët urojnë për këtë muaj të shenjtë, duke shprehur dëshirën për paqe, shëndet e begati. Vetëm shëndet. Vetëm mirësi dhe bollok, paqen tërë jetën. Im për lek. Sipas kalendarit, besimtarët do duhet të mbyllin syfyrin në orën 4:58, ndërsa iftari do të hapet në orën 17:25 të datës 19 shkurt.